Sot gjithashtu kam kënaqësinë të ndaj edhe një lajm të mirë për të gjitha gratë lehona. Në qeverit para nesh nuk ishte bërë asgjë për gratë. Për 20 vite qeverisje të partive të tjera, as kujt nuk i kujtohet as edhe një mos e vetme që ishte bërë për të mbështetur gratë. Kurse ne vetëm për një mandat kemi subvencionuar punësimin e grave, kemi mbështetur me subvencione e grante vajzat dhe gratë që merren me biznes. Kemi lansuar masën qeveria për familjet, ku shumica e të punësuarve janë gra. Kemi mbështetur me bursa të gjitha vajzat dhe gratë që kanë studiuar STEM, shkencë, teknologji, inxhinieri e matematikë. Kemi nisur apo ndërtuar 74 qerdhe të reja për të lehtësuar barrën e përkujdesit fëmijëve, barrë e cila bie mbi proporcionalisht mbi gratë. Kemi shtuar programin e vizitave në shtëpi për gratë shtatzëna. Kemi nisur e pastaj i kemi rritur shtesat për fëmijë e shtesat për lehona, para të cilat transferohen në llogarinë bankare të nënës, si dhe shumë masa e veprime të tjera në mbështetje të grave. E super lajmi që dua të ndaj sot me ju është se nga ky muaj do të rrisim shtesat për lehona. Përderisa me qeverisjet e kaluara, shtesat për lehona ishin 0 euro. Thuaj se ky shtet nuk kishte nëna lehona, për herë të parë me qeverisjen tonë, e nisëm ato duke paguar nga 170 euro për 6 muaj me radhë për lehonat e papuna dhe 3 muaj për ato të punësuarat, mbi pagesën që tashmë e marrin sipas ligjit punës. E tham se shtesat për lehona do t'i bëjmë aq sa do t'jetë paga minimale. Shtesat e nisëm aq sa ishte paga minimale, 170 euro në muaj, pra aq sa i gjetëm pagën minimale, kurse në maj të vitit kaluar, nga 170 euro në muaj shtesat i rritën në 325.9 euro në muaj, aq sa i binte paga minimale neto. Pra kjo para një viti. E si vjet, pagën minimale rritën përsëri. Nga 1 janari është 425 euro në muaj, kurse nga një korriku ajo bëhet 500 euro në muaj. E njësoj si kurse vitin e kaluar, edhe në këtë maj, ne po i rrisim shtesat për lehona, ashtu si kurse që kemi premtuar. Nga 325.9 euro në muaj, në 500 euro në muaj sa paga minimale. Me fjalë tjera, nuk po e presim korrikun, por rritjen po e bëjmë qysh tani. Nga ky muaj e tutje, secila nën lehon do të përfitojë mbështetjen mujore prej 500 euro në muaj. Kjo për një lehon e cila nuk është e punësuar, përkthehet në 3.000 euro mbështetje për gjatë 6 muajve, pa llogaritat edhe shtesat mujore për foshnjën, beben. Kurse për nënat lehona të punësuara, kjo përkthehet në mbështetje prej 1.500 euro, për te pagesave të cilat u takojnë atyre sipas ligjit të punës, 70% e pagës nga punëdhënësi për 6 muajt e parë dhe 50% të pagës mesatare nga shteti për 3 muajt e tjerë. E për ta dëshmuar se nuk ndalemi kur vjen puna të mbështetja e grave, shumë shpejt do të lansojmë edhe programin Super Puna për gratë, përmes të cilit të gjitha gratë do t'i mbështesim duke u paguar për 6 muaj tjerë pagën minimale nëse ato rikthehen në tregun e punës.